Slovakia është në anën e Maqedonisë së Veriut sa i përket procesit integrues. Kjo është porosia e presidentit slovak Peter Pellegrini, gjatë vizitës zyrtare në Shkup, ku me nderime të larta shtetërore u prit nga presidentja e vendit Gordana Siljanovska-Davkova. Pellegrini dërgoi tone të ashpra për Bashkimin Evropian rreth bllokimit të rrugës eurointegruese të Maqedonisë. Bashkimi Evropian rrezikon me këtë proces. Ne si Slovaki jemi në anën tuaj dhe do të ju mbështesim në të gjitha mënyrat e mundshme, sepse besojmë që ardhmëria e BE-s është te zgjerimi, ndërsa pjesë e gjithë asaj është edhe siguria, sidomos në këtë rajon dhe jam i bindur se keni vend të fortë në BE. Integrimi i vendit në BE nuk duhet të keqpërdoret me konteste të këtilla politike. Pajtohem me deklarimin që procesi integrues i vendit tuaj duhet të bazohet vetëm në plotësimin e kritereve dhe asnjë vend nuk duhet ta keqpërdorë atë, vetëm që të mund të merret me çështjet e saja dhe me këtë ta ngadalsoj procesin e antarësimit, që është thuajse një lloj shantazhi. Siljanovska ritheksoi qëndrimin zyrtar të vendit, që procesi integrues të bazohet në merita dhe të mos lejohet të krijohet vakum politik për të ndikuar shtete të tjera. Më gëzon shumë fakti që të dy ndajmë qëndrim se zgjerimi patjetër duhet të bazohet në kriteret e Kopenhagës, prej të cilave nuk duhet të ikim, do me thënë të jetë bazuar në merita dhe të bazohet në rezultate, të mos varet prej kushteve shtesë politikisht iracionale, të cilat në një farë mënyre e uzurpojnë procesin e eurointegrimit. Zgjidhja më e mirë për pamundësinë e çfarëdo vakumi ose ndikimi politik nga palët e treta është të riintegrohemi në Bashkimin Evropian, të kemi garanci të qarta se atje kemi vendin. Gjatë takimit, presidentët nënshkruan memorandum për bashkëpunim ekonomik mes dy vendeve.